nisim me Kosovën dhe Serbinë, ashtu si thash. Pra, prej më shumë se një viti, protestat studentore kanë mbajtur të ndezur atencionet politike në Serbinë, ndërsa tani presidenti Vučić flet për zgjedhjet parakohshme, por pa dhënë fate konkrete. Si e shihni, a është ky një paralajmërim ndoshta për një përpjekje për të qetësuar situatën, apo nga ana tjetër mund të jetë thjesht një manovër politike për të fituar edhe më shumë kohë? Është një vit e vërtetër që në Serbi kemi protesta anti-qeveritare për anti-regjimit të Vučićit nga opozita atje, por edhe nga pjesa e studentëve, protesta këto që kanë filluar të dridhin seriozisht karrierën e presidentit Vučić në Serbi. Manovra e e fundit për të shpallur zgjedhjet të parakohshme pa dhënë një datë të caktuar se kur do të mund të mbahen ato, thjesht është një manovër e blerjes së kohës nga ana e Vučićit për të bërë protestat më pak të rëndësishme para arsye të opinionit të brendshëm në Serbi. Po ashtu Vučić po manevron me zgjedhjet e parakohshme duke i përmendur dhe pa dhënë ndonjë datë caktuar edhe në manovrat e tij në raport me Bashkimin Evropian dhe në përgjithësi me Bashkinë Ndërkombëtare, e cila tashmë hapur ka filluar të kritikojë regjimin e tij në Serbi si asnjëherë më parë. Deri me tani ne kemi pasur një politikë të butë si nga Bashkimi Evropian, po ashtu edhe nga Washingtoni në raport me Vučićin, pasi nuk shihnim akoma një lider që në Serbi që do të mund të zëvendësonte presidentin Vučić, sidomos në raportet me Kosovën, pra në raport me dialogun Kosovë-Serbi, po dhe në raportet e tjera si që janë marrëdhëniet me Rusinë dhe me Kinën. Kështu që deri më tani Vučić është toleruar nga Bashkia Ndërkombëtare për çdo veprim të tij në Serbi, ku kemi pasur veprime antidemokratike, shtypjen e mediave të lira, paksimin e lirive dhe veprimeve të tjera, qofshin atyre të partive opozitare, po edhe zërave kritik në Beograd. Zoti Ziri, nga ana tjetër, analistë flasin për një barazim të rrallë mes pushtetit dhe opozitës në sondazhe, por është kjo diçka e padëgjuar pra më parë në Serbinë e drejtuar nga presidenti Vučić. Sa reale është mundësia që zgjedhjet e ardhshme të sjellin ndryshim pushteti në Beograd? Thënë drejtën, unë ruaj një skepticizëm në këtë drejtim, pasi që jo vetëm në Serbi, por edhe në gjithë Ballkanin, partitë që janë në pushtet kanë një avantazh ndaj partive opozitare, sidomos me blerjen e votës me buxhetin apo paret e taksapaguesve. Sondazhet të cilën ju i referoni kam parë edhe unë, megjithatë Vučić ka shanset e tij më të mëdha për shkak se është në pushtet dhe blerja e votës, sidomos me të ashtu quajturat ndihma sociale, ndihma ekonomike, po ashtu me stipendit për nxënësit e shkollave të mesme, për studentët, rritja e pensioneve në prag të zgjedhjeve të tjera, e bën që Vučić të jetë në avantazh. Po ashtu në Serbi ne shohim edhe një opozitë fragmentuar, një opozitë që nuk është një blok, por është opozitë që e fragmentuar që përbëhet nga parti të ndryshme, e të cilat nuk kanë një lider që do të mund t'ju printe në betejën e tyre zgjedhore për ta mposhtur Vučićin. Zoti Ziri, nga ana tjetër, lëvizja studentore ka kaluar nga protesta në organizim elektoral duke ndërtuar kështu struktura politike dhe programe konkrete. A janë studentët realisht të përgatitur për një garë reale zgjedhore, apo rrezikojnë ndoshta të konsumohen edhe përballë makinerisë së pushtetit? Unë shoh atje se vetmja forcë opozitare serioze janë studentët, por jo në atë stadin sa do të mund të mposhtin Vučićin dhe makinerinë e tij shtetërore, të cilën e ka ndërtuar tash thuajse gati mbi 15 vite. Kështu që
vetmja forcë që mund të sfidoj seriozisht Vučićin janë studentët, mirë po pjesa tjetër e opozitës janë të fragmentuar dhe jo të unisuar. Dhe kjo përballë Vučićit atë bën që të jetë favorite edhe në zgjedhjet e ardhshme. Nuk duhet anashkalluar edhe një element që Vučićin sterisht e favorizon është pjesa e fshatarësisë, ku Vučić dhe qeveria e tij investojnë shumë në bujqësi, e kështu që votat më të mëdha, ndoshta me një përqindje që ati mund t'i bëjnë një balans në raport me votat që vinë nga pjesa urbane, kështu që e shoh një betejë bukur të barabartë dhe në fund sërish kemi partinë e presidentit Vučić që do dalë e para dhe me mundësi të mëdha që të vazhdojë qeverisjen në Serbi. E qartë, zëri nga ana tjetër, qeveria serbe përballet njëkohësisht me presione të brendshme dhe ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe rrezikun e sanksioneve amerikane prandaj sektorit energjetik. Sa ndikojnë këto presione në vendimin e presidentit serb Aleksandar Vučić për të vonuar zgjedhjet? Ndikojnë bukur shumë, pasi që është një strategji e mirë menduar e presidentit serb që nuk ka caktuar afat apo datë se kur do të bëhen zgjedhjet e parakohshme parlamentare atje, dhe siç e thamë edhe më parë është një manovër për blerë kohë dhe për të parë nëse Vučić gjatë kësaj periudhe do të mund të manevroj në drejtim të raporteve me Bashkimin Evropian, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ju pyetët për sankcionet që mund të kenë eventuale nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos në sektorin e nisit, pra një kompanisë shtetërore të naftës në Serbi, ku aksionet e mëdha i ka pasur Rusia, dhe ky do të jetë ndoshta një adut i fortë nëse Vučić arrin që të bëjë një marrëveshje, të arrin një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket sektorit të naftës, por ashtu në drejtim të Bashkimit Evropian për ta zhbllokuar agjendën e vet për integrimin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, hapjen e kapitujve të ri, do të ishin karta shumë favorizuese për Vučićin në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Andaj këto kanë qenë arsyet pse Vučić paralajmëron zgjedhjet e parakohshme, por nuk cakton akoma datë. Ai do të caktoj datën atëherë kur do të sheh suksese në këto dy drejtime të cilat i përmendëm më parë. Marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos në raport me industrinë e naftës, si dhe me Bashkimin Evropian me mundësinë e hapjes së ndonjë kapitulli për antarësim drejt këtij bloku. E qartë, zëri nga ana tjetër, Vučić ka theksuar se pushteti ka burime dhe provoj për të përballur të gjithë krizën politike aktuale në Serbi. Mendoni se kjo është një shenjë ndoshta frike nga humbja e kontrollit politik? Zakonisht deklaratat e Vučićit të këtij tipi, pra se Serbia është e fuqishme, përballon çdo gjë, më shumë bëhen për konsum të brendshëm politik sa është gjendje reale atje, pasi që Serbia edhe atje kanë filluar pakënaqësitë ekonomike, siç janë mos rritja e pagave, shtrejtimet e çmimeve e të tjera. Pra është vetëm një deklaratë e tij për konsum të brendshëm politik, por nuk paraqet gjendjen reale në Serbi. E qartë, zëri nga ana tjetër, për të kaluar tek Kosova më tepër, deklaratat e ekspertit serb Dušan Janjić sugjerojnë se SBA-ja tashmë po përgatit një dokument zyrtar për njëjtje reciproke pra Kosovë-Serbi. Sa serioze dhe reale janë këto sinjale që vijnë tashmë nga Washingtoni? Është folur edhe në qarqet mediatike, politike dhe këto në Prishtinë për mundësinë e një dokumenti të tillë, megjithatë akoma nuk ka pasur ndonjë hap serioz ose diçka serioze në këtë drejtim, duke pasur parasysh angazhimet e tjera
të administratës së presidentit Trump, siç është Irlanda, po ashtu edhe çështja e Gazës. Megjithatë, unë nuk pres që do të kemi ndonjë veprim të shpejtë të Shtetit Bashkuara të Amerikës me një dokument të tillë ku i kërkohet Kosovës dhe Serbisë një marrëveshje me njohje reciproke të njëra tjetrës. Ne kemi një dialog që thuajse gjendet në një situatë kome, që lhiqet nga Bashkimi Evropian, ku ka disa takime të krye negociatorëve, mirë po janë takime me tema ndoshta nuk them se nuk janë të rëndësishme, mirë po janë tema që vetëm po e zvarrisin akoma këtë proces pa prodhuar atë që në fillim është deklaruar se ky proces do të prodhojë marrëveshjen finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, marrëveshje kjo që duhet të jetë me njohje reciproke ndërmjet dy vendeve. Kështu që mbetet ndoshta në atë fazën e spekulimeve se do të ketë një dokument, Unë nuk pres që do të kemi një iniciativë të shpejtë nga administrata e presidentit